Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka zhvilluar një konferencë për mediat ku bëri thirrje për protestën e 15 marsit. Berisha tha se protesta e 15 marsit do të jetë protesta më madhështore që Shqipëria ka patur ndonjëherë. Teksta i ka bërë thirrje prindërve që të mos çojnë fëmijët në shkollë ditën e hënë. Berisha kërkoi që nxënësit të bojkotojnë mësimin për të treguar qëndresën e tyre kundër mbylljes së TikTok. Protesta e nxënësve, studentëve dhe trive para kryeministrisë me datën 15 do t'jetë protesta më e bukur, më madhështore që ka njohur pa Shqipëria gjerë sot. Protesta kundër censurës, protesta me të cilën çdo fëmijë i çdo moshe që kap smartphone-in përballet bëhet luftar kundër diktaturës në mbrojtje të TikTokut dhe kundër censurës. Unë u them këtyre trive se edhe njëherë aty ku fillon censura, fillon diktatura. Kreu i PD-s është pyetur nëse krerët e 25 partive me të cilët ai ka bërë koalicion do të jenë pjesë e listave për deputetët kandidat në zgjedhjet e 11 majit. Berisha tha se nuk mund të thotë akoma se cili prej krerëve mund të jetë në listë ose jo, pasi listat nuk janë finalizuar ende. Ka një marrëveshje me secilin prej tyre, kanë vende të caktuara në listë e mbyllur, kanë vende të caktuara në listat e hapura. Por cili do jetë, unë nuk mund të them se listat nuk janë të hartuara akoma. Do përpunohen listat, por natyrisht marrëveshjet me aleatët janë bërë mbi bazën e bashkëqeverisjes, mbi bazën e listës të deputetëve, listave të deputetëve dhe ndarjes qeverisjes pas 11 majit. Berisha siguroi se marrëveshja me atë është bërë në bazë të bashkëqeverisjes, në bazë të listës së deputetëve dhe ndarjes së qeverisjes pas 11 majit.